Realisht Albin Kurti nuk është nismjetari i krijimit të aleancës, lëvizjes vendosje. Para kësaj ka qenë Fatas Aliu, vllai Livon Aliu prej babës, që ka pas një parti politike, e që ne pastaj filluam me shkuet e parti, pastaj erë deri te propozime dhe krejt që të krijohet një lëvizje që njihet me emrin lëvizje vetëvendosje, e qaj lëvizje vetëvendosje është mbajtur në odën e Ragib Megjanit, që shet libra të ajo të busta e atina të peshevarit, ati inxhinierit i cili u rreh dhe ullë këm krysh kur kënë delegacioni evropian të në Grand Hotel. Albin Kurti, Bujar Dugullin, Muhammed Mobraj, Dritan Lojshin, unë i kum njohë sa kanë qenë këta në Unionin e Studentëve. Unionin e Studentëve e kanë krijuar, por si themelut e saj janë Muhammed Mobraj, edhe Dritan Lojshi, pastaj Bujar Dugulli dhe Albin Kurti. Po në kryet tyne ka qenë Jep Statoci, pasat doktor Jep Statoci, që këta nuk kishin mujt me punu me vepru që po më steshte në kryet tyne edhe rektori i Universitetit të Prishtinës, apo rektori i Universitetit që punonte dhe vepronte jashtë objekteve të Universitetit Prishtinës, ajo është profesor doktor Jep Statoci.